Struktura akomoduese Maritim Plaza Tirana është një hotel me 5 yje në qendër të Tiranës, përbëhet nga rreth 190 dhoma të kategorive të ndryshme, bare, restorante dhe një ambient spaje dhe palestre të hapur për klientët e hotelit dhe klientë të jashtëm. Marrëdhënia bashkëpunimit midis hotelit dhe shkollës së mesme profesionale hoteleri turizëm ka filluar që në momentin e hapjes së hotelit, pra prej më shumë se 8 vitesh tashmë, dhe me kënaqësi mund të them që ka qenë dhe vazhdon të jetë një bashkëpunim i suksesshëm. Ndër vite ne kemi pritur nxënës të shkollës të cilët kanë kryer praktikat e tyre mësimore profesionale në departamentet kryesore operative të hotelit, si për shembull në departamentin e kuzhinës, departamentin e shërbimit, aty të recepcionit, si dhe në departamentin e housekeeping. Për ne është shumë e rëndësishme marrëdhënia e bashkëpunimit me shkollën hoteleri turizmit për faktin sepse këta nxënës vinë me një formim teorik shumë të mirë, të përgatitur teorikisht nga shkolla, dhe tek ne kanë mundësinë të zhvillojnë më tej këto aftësitë e tyre teorike në praktikë. Që do të thotë, ata njihen me standardet operative të një hoteli me 5 yje, njihen me teknologjitë më të fundit të cilët ne implementojmë në hotel, me procedurat e punës, dhe nga ana tjetër ata marrin edhe ato që ne quajmë soft skills, pra aftësitë bashkëpunuese, puna në grup, respektimi i rregullave të punës, që janë element shumë të rëndësishëm për zhvillimin e karrierës së tyre profesionale në të ardhmen në industrinë e shërbimit të turizmit. Marrëdhënia e bashkëpunimit me shkollën e hoteleri turizmit nuk ndalon vetëm në momentin e përfundimit të praktikave të tyre profesionale, por shumë prej ish-nxënësve të shkollës, të cilët kanë kryer praktikën, janë punësuar tek ne. Gjithashtu, me kënaqësi mund të them që një pjesë e mirë e drejtuesve të departamenteve kryesore të hotelit janë ish-nxënës të shkollës së hoteleri turizmit, të cilët kanë përfunduar studimet e tyre vite më parë. Me zhvillimet që ka marrë industria e turizmit vitet e fundit në vendin tonë, janë arritur edhe pritshmëritë e klientëve për sa i përket një standardi të lartë shërbimi. Ndaj dhe kërkesat në tregun e punës për punonjës të kualifikuar kanë ardhur gjithnjëherë më shumë në rritje. Për këtë është e rëndësishme për ne si struktura hoteliere që të marrim punonjës të kualifikuar dhe ku ka më mirë se kualifikimi fillestar të fillojë nga shkolla e mesme profesionale hoteleri turizmi, në mënyrë që këta të kthehen në një aset të vyer për tregun e punës në vendin tonë.